Sa divizione ka papa, kishte pyetur dikur me cinizëm Stalini në kohën kur socializmi ishte në kulmin e fuqisë vet. Diktatura e proletariatit paraqitej si kulmi i lirisë, ndërsa i vetmi zoti pranuar ishte vetë Stalini. Mungesa e fuqisë ushtarake dhe e besimi, krijimi i njeriut socialist dhe i moralit të njëjtë bënin që realizmi të dukej më i arsyeshëm se misticizmi. Disa dekada më vonë, të ngopur me realizëm dhe të pangopur me bukë, qytetarët e bllokut lindor ju kthyen besimit, luteshin në zë dhe shpresonin që Zoti t'i shpëtonte nga barazia e imponuar me forcë. Ideologjisë së barazisë ju kundërvui ideologjia e humanizmit dhe mëshirës, e cila triumfoi me rënien e murit të Berlinit. Historia ja ktheu përgjigjen Stalinit me ironi. Papa Karol Wojtyla, pas një divizion, vetëm me një predikim dhe solidaritet polak, rrëzoi perandorinë e kuqe, por rënimi kishte ndodhur përbrenda. Njeriu e kishte mundur sistemin, pa përsosmëria kishte rënuar teoritë e përsosura. Pas asaj kohe, bota hyri në një epokë lirie dhe shfrenimi. Fuqia e njeriut nuk ishte qenë kurrë më e madhe, por sistemet vazhdonin luftën e tyre me individin. Këtu del në skenë Baba Dimri. Santa Claus u bë lideri i ri shpirtëror i planetit, i festuar edhe nga ata që nuk ishin të krishterë. Ndërsa ideologjitë autoritare përplaseshin me humanizmin, njerëzit filluan të jetojnë për qef, duke shpenzuar më shumë për argëtim se sa për nevoja. Në prag të festës, pyetja e Stalinit rimodelohet: sa divizione ka Baba Dimri? Ky personazh laik, që vjen më 31 dhjetor në mesnat, i veshur me të kuqe, pa ushtrie, pa pushtet politik, ka një fuqi tjetër, atmosferën. Ai sjell hare përballë rregullit, luatje përballë ecjes së sigurt, jo për sosmëri përballë sistemit. Na thotë të duam jetën, të kultivojmë lumturinë, sepse kjo është përgjegjësia jonë si njerëz. Për të tjerat kemi makineri, robot, inteligjencë artificiale, dhe atmosfera, për çudi, është më e fortë se ideologjitë. Kështu bëhemi fëmijë të gjithë. Lufta mes lindjes dhe perëndimit përfundoi. Demokracia fitoi, por brenda individit mbeti një e çar. Demokracia është pushteti i shumicës mbi pakicën, ndërsa argëtimi është rebelimi i njeriut ndaj sistemit dhe moralit. Teknologjia na ushqen, na mban ngrohtë, na jep dije, por përse bëhen gjithë këto? Do bëhemi robot, të gjithdijshëm? Përse? A do ta rënoj Baba Dimri edhe Zotin brenda nesh, atë që na tregon çfarë duhet bërë? Shekulli 20 ishte shekulli i përplasjes, liri kundër diktaturës, besim kundër ateizmit. Lufta e ftohtë nuk ishte vetëm për territore, por për mendje dhe zemra. Sot, pas murit të Berlinit, ideologjitë e mëdha janë si libra të pluhurosur, askush nuk i lexon. Teknologjia mundet gjithçka, përveç se të krijojë kuptim për njeriu. Argëtimi është bërë ideologjia e re. Nuk ka më nevojë për traktate e predikime. Njerëzit duan të ndihen mirë, të festojnë, të harrojnë barrën e përgjegjësive, dhe Baba Dimri është simboli i kësaj epoke. Nuk ka divizione, por ka miliona zemra që e presin me gëzim. Në kohën e Stalinit fuqia matej me tanke, pastaj me parat, sot matet me pushtetin ndaj vetvetes, me aftësinë për të krijuar atmosferë. Robotika, inteligjenca artificiale, predikimet fetare apo ideologjike nuk e zëvendësojnë dot këtë. Atmosfera është njerëzore, e prekshme, e përjetueshme, nuk mund të programohet as të imponohet me dhunë. Baba Dimri i shpall luftë jo vetëm ideologjisë, por edhe moralit tradicional. Dikur argëtimi shihet si e kundërta e rregullit dhe e përgjegjësisë, sot është bërë qëllimi final i jetës. Shoqëria që dikur ndërtonte utopi ideologjike, sot ndërton hapësira argëtimi. Papa Wojtyla rrëzoi një perandorim me moral. Baba Dimri shkon përtej humanizmit. Pyetja e Stalinit ishte ironike, por pyetja për Baba Dimrin është edhe më ironike: sa divizione ka? Argëtimi si ideologji ka një mision: të dekonstrukturoj konceptin e arsyes së shëndosh. A nuk e shkatërron mendimi politik lumturinë? A nuk i rrezikon Baba Dimri burokratët që premtojnë lumturinë kolektive? Përgjigjja është e thjeshtë: bëni qef. Në këtë atmosferë lexuesit mund të vrapojnë tek bredhi për të parë fuqinë e Baba Dimrit, dhe dhurata më e mirë për kosovarët ishte një njohje e re e pesta këtë vit, pikërisht nga shteti i Laplandit. Presidenti ja kërkoi njohjen jo nga Baba Dimri, por nga Vatikani, ku prit me respekt, por marrëdhëniet mes kishave e bëjnë të pamundur njohjen e Kosovës nga Papa. Por a do të pengohet njohja nga Laplandi nga gjeopolitika? A do të mund arsyeja e shëndosh ideologjinë e argëtimit, ashtu siç e mundi drejtsinë e përsosur dhe vetë përsosmërinë? Më besoni, argëtimi nuk kërkon besnikëri, nuk imponon moral, nuk ka divizione. Është një mungesë ideologjie, një boshllëk ku individi nuk ka nevojë të besojë, por thjesht të ndihet mirë. Në vend që të luftojë për ideale, të luftojmë njëri tjetrin, le të luftojmë për momente gëzimi. Argëtimi është një refuzim i arsyes së shëndosh. Nuk pyet pse, por thot pse jo. Lëre fare, edhe Baba Dimri do na vi ideur si duket për ushqimin ton, organizmin dhe sigurinë, kujdesen AI dhe robotët. E kemi kapur kodin e universitet jetës, por njeriu refuzon të kodohet. Mira Murati thotë se krijoj makinat që mendojnë, por ato nuk bëjnë qef, mendojnë në heshtje, mendojnë për ne. O njerëz, të bëjmë pak qef. Makina dhe sistemi mendojnë për ne, po vjen koha e qeflinjve. Psst, heshni ju makina, punoni ju për ne, apo ne për ju, gëzuar.